Në Kosovë, policia po heton vrasjen e një pjesëtari të EULEX-it, misionit evropian për sundimin e ligjit. Ky mision ka bërë të ditur se 2 makina me 6 anëtar të personelit janë sulmuar me armë zjarri në Zveçan. Vrasja ka nxitur reagime të shumta dhe është cilësuar si akt i dhunshëm dhe qyqar. Në Rusi, rreth 300 nxënës së bashku me prindurit e tyre kanë depërtuar në një ndërtesë të pushtetit lokal në Moskë. Ata kanë protestuar për mbylljen e paparalajmëruar të një shkolle vendore një ditë më parë. Mbyllja ka pasuar vendimin e autoriteteve, të cilat kanë pohuar se ndërtesa e shkollës ishte e pasigurt. Në Astana të Kazakistanit, ekspertët janë mbledhur për të diskutuar politikat e parandalimit të dhunës ndaj vajzave dhe grave. Konferenca e sponsorizuar nga Kombet e Bashkuara për synim ka adresimin e problemit të vazhdueshëm të martesave të detyrueshme dhe nën moshë në Azinë Qendrore dhe Kaukaz. Pritet miratimi një plan veprimi për të mbrojtur të drejtat e femrave të reja. Në Tbilisi të Gjeorgjisë, Vaktan Kolbaian nga qeveria në ekzil e Abkazis ka prezantuar kabinetin e ri. Qeveria në ekzil e Abkazis po punon me qeverinë qendrore për t'ia kthyer rajonin separatist Gjeorgjis. Kjo përbërje e re e kësaj qeverie do të jetë e 6-ta me radhë që prej luftës së vitit 2008 ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Në Ukrainë, protestuesit janë mbledhur para parlamentit për të kërkuar mbajtjen e zgjedhjeve. Protestuesit kanë vënë maska për të kundërshtuar vendimin e një gjykate në Kiev që mbajtja e zgjedhjeve lokale në këtë kryeqytet të shtyhet deri në vitin 2015. Ishte kjo përmbledhja e video lajmeve të Radios Evropa e Lirë.